Olti Hyseni është talenti shqiptar që pas përditësimit të fundit të vlerave të Transfermarkt ka përfituar rritje me 1 milion euro. Me shifrën aktuale 2.5 milion euro, Hyseni është edhe lojtari më i vlerësuar i Sonderjyskes në Danimark. 18 vjeçari është pjesë e Danimarkës së moshave, ku edhe ka lindur. I ka të dy prindërit nga Kosova dhe gëzon po ashtu pasaport kosovare. Më parë i refuzonte dardanët, duke treguar se ndihet danez. Ishin 5 gola të shënuar dhe po aq të asistuar gjatë këtij edicioni në të gjitha kompeticionet. Shifra këto të njëjta me një sezon më parë. Hyseni do të ishte një opsion interesant për Shqipërinë. Deri tani ka kaluar te moshat e Danimarkës për ekipet U16, U17, U18 dhe U19. Në total, prej tij janë 15 gola të shënuar. Laurent Tolaj është bomberi shqiptar që ka shpërthyer me Plymouth në Angli. Sulmuesi realizoi 21 gola dhe asistoi 8 të tjerë në të gjitha kompeticionet. Për këtë, edhe ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve europiane. Plymouth në League 1 të Anglisë ka vendosur një çmim për çdo klub që është i interesuar. Bëhet fjalë për 5 milion pound që anglezët kërkojnë të përfitojnë nëse Tolaj largohet. Derby County në Championship dhe Rangers në Skoci janë interesuar tashmë për shërbimet e Tolajt. Për t'u theksuar, vlen edhe fakti që në të ardhmen mund të luajë për Shqipërinë. Tolaj është aktivizuar te moshat e Zvicrës, por asnjëherë me ekipin e parë. 24 vjeçari është në rritje, pasi edhe gjatë edicionit të kaluar shënoi 15 gola dhe asistoi 8 të tjerë. Plymouth e mbylli me fitore 2-3 ndaj Northampton në League 1. Protagonist për përmbysjen e rezultatit pas disavantazhit të dyfisht ishte pikërisht Laurent Tolaj. Ky i fundit fillimisht shënoi dhe më pas asistoi që të rikthehej baraspesha në javën e fundit të kampionatit. Tolaj mbyll kështu një sezon të shkëlqyer me Plymouth. Plot 18 gola të shënuar dhe 8 të tjerë të asistuar në kampionat bëjnë që të jetë i 4-ti në listën e gola shënuesve dhe i 2-ti sa i përket kontributit gol plus asist. 24 vjeçari ka luajtur me moshat e Zvicrën, ndërsa gëzon të drejtën për t'i përfaqësuar Shqipërinë. Për futbollistin e lindur në Zvicër pritet edhe ndryshimi i klubit gjatë merkatos së verës. Për t'u theksuar janë edhe 4 gola të tjerë të shënuar në EFL Trophy, që e bëjnë ta mbyll sezonin me plot 22 gola. Kështu ishte edhe lojtari më produktiv i Plymouth, që nuk ja doli të ngjitet në Championship.